Përshëndetje, si që shikoni, këtu ndodhemi në qytetin e bukur bregdetar të Sarandës, ku kam kënaqësinë të intervistoj shkrimtarin Blerina Proj, një autore që me librat e saj për fëmijë ka sjellë një botë plot ngjyra, dashuri dhe mesazhe të bukura. Blerina, mund të na thoni si lindi ideja juaj për të shkruar? Përshëndetje dhe mirë se erdhët në qytetin e bukur të Sarandës. Ideja ime për të shkruar lindi pikërisht nga fëmijët e mi. Ata ishën shumë të apasionuar për filmat vizatimor dhe kryesisht për filmat fantazi, si tipi Harry Potter, Frozen, Peter Pan, Aladini, Liza në botën e çuditërave. Edhe mua më lindi shkëndija e parë që dhe unë mund të bëja diçka që fëmijët e mi të adhuronin dhe gjithë fëmijët e botës ta pëlqenin. Si e kujtoni momenti kur vendosët i drejtoheshit lexuesit e vegjël? Ishte një çast shumë i bukur. Më përpara më kishte lindur ideja që dhe unë mund të bëj filma për fëmijë dhe vendimin e mora më erdhi si një çast, si një dëshirë e zjarrt. Do me thënë shkëndija e parë më lindi duke parë fëmijët e mi të apasionuar, pastaj ideja e që të mirja një vendim të tillë më erdhi në një çast kur isha në vetmi totale dhe thash po, unë dua që të jem një ndër shkrimtaret më të famshme në botë për fëmijë dhe dua të realizoj një libër me përmasa botërore, që ai një ditë të realizohet një film dhe gjithë fëmijët e botës ta lexojnë atë libër dhe ta shohin film dhe çdo fëmijë në botë ta di emrin tim dhe sa shumë i dua unë fëmijët. E kuptoj. Cili libër ka ndikuar më shumë që ju ka frymëzuar në krijimtarin tuaj? Gjatë fëmijërisë time ne nuk e kishim luksin të lexonim aq shumë libra, aq pak sa ishte një bibliotekë e vogël në fshatin tonë. Libri i parë ishte Robinson Crusoe dhe Beni ecën vet. Edhe më vonë Liza në botën e çuditërave. Pastaj unë u apasionova pas librave dhe kryesisht romaneve fantazi për fëmijë dhe pash çka kishin aq të bukur ata që pëlqeshin kaq shumë nga fëmijët. Dhe aty më lindi ideja, domethënë që dhe unë dua të jem një ndër ato shkrimtare që ta njohin gjithë fëmijët e botës, sepse unë kam punuar dhe babysitter, kam punuar dhe me shumë fëmijë dhe më pëlqen bota e fëmijëve. Ata kanë një botë gjithmonë të buzëqeshur, gjithmonë janë të lumtur, pa çka se ku jetojnë nga ç'vend i botës, janë të varfër, janë të pasur, as ftohtë, as diell, as ngrohtë. Ata gjejnë diçka për të qenë gjithmonë të lumtur. Dhe kjo gjë më pëlqente, domethënë, dhe ata besojnë te shoku në një mënyrë të sinqertë, besojnë verbërisht. Dhe këtu kam bazuar dhe unë në librin tim, ku vë në armiqësi dy shoqe të ngushta dhe sado që shoqja e ngushtë mundohet dhe i bën shumë hile shoqes tjetër të ngushtë dhe me magjira, me ajo përdor çdo mjet që shoqja e ngushta ta urrej, por dashuria dhe besimi që shoqja e ngushtë kishte për të, arriti që ajo të kthehet në njerëzore dhe të kthehet në njeri të mirë. Si reagojnë fëmijët kur lexojnë librin tuaj? Më kanë thënë shumë fëmijë që teta Blerina, mezi presim që ta shikojmë këtë librin jot film. Cili ka qenë reagimi më i bukur ose më i papritur që keni marrë nga një lexues? Dikur po eci anës deti dhe isha vetëm, edhe më ndalon një lexuese dhe më tha, unë e kam lexuar librin jot, edhe më pëlqeu shumë. Dhe kjo është, domethënë, një lumturi, gjithçka që unë kisha punuar, po harrinte dhe pëlqej te fëmijët. Çfarë këshille do t'u jepni fëmijëve që duan të bëhen shkrimtar? A keni një këshill? Këshilla e parë është që duhet të lexojnë shumë, të përvetësojnë më shumë krijimtarinë e tyre dhe të disiplinohen, sepse ti mund të kesh talent, por pa disiplinë nuk arrin dot asgjë. Cili është mesazhi juaj për prindit që duan të kultivojnë dashurinë për librin te fëmijët e tyre?
fillimisht prindit duhet të fillojnë hap pas hapi, jo direkt. Që nga fëmiria duhet t'i mësojnë fëmijët, t'i lexojnë libra vetë, që në moshën 2-3 vjeçe 4, t'i lexojnë pralla, siç bënin dikur gjyshet tona, edhe më vonë në mënyrë të vazhdueshme t'i disiplinojnë fëmijët e tyre drejt librit, sepse çdo drejtim që fëmia e tyre mund të marrë në jetë, duhet lexuar. Apo punoni për ndonjë libër të ri, mund të na tregoni diçka për të? Unë jam shumë e angazhuar në punë, punoj 16 orë në ditë dhe për momentin kam nisur një libër para 7-8 muajsh dhe ky libër ka mbetur akoma i papërfunduar. Dhe gjithmonë librat e mi janë të çuditshëm, janë fantazi, magjira, skena nga fantazia ime, jo reale, dhe që këto nënkuptojnë botën reale, sepse çdo fantazi në librin tim nënkupton botën reale të njerëzve. Kohët e fundit libri juaj është përkthyer dhe në gjuhën angleze. Po, kohët e fundit libri im është përkthyer në gjuhën angleze dhe unë dëshiroj që libri im të shkojë në lexuesit e vegjël në gjithë botën. Anglisht folësit edhe më gjerë në gjuhë të tjera, siç janë gjuhët më të njohura. Kjo është një ëndër, domethënë, dhe më vonë të realizohet një film për fëmijë dhe adoleshentë. Urojmë që libri juaj Princesha e Trëndafilave të Bardhë një ditë të bëhet realitet. Faleminderit. Faleminderit zonja Blerina. Ishte një kënaqësi që ishim në një intervistë së bashku. Ju uroj suksese dhe një ditë të realizohet ëndra juaj që ky libër të shkruhet dhe të luhet një film për gjithë botën. Faleminderit juve. Edhe uroj që sa më shumë gazetarë të interesohen për shkrimtarët, për krimtarin dhe për një brez që vjen sa më i edukuar, sa më i lexuar, i mirë formuluar. Faleminderit. Faleminderit juve.